Sektori për punë të brendshme në Tetov ka ngritur kallëzim penal kundër 3 personave nga Bogovina, edhe atë ndaj 26 vjeçarit AA për shkak të dyshimeve se ka kryer 3 vepra penale, përpunimi pa ligjshëm, mbajtje dhe tregti me armë apo materie shpërthyese, rrezikim të sigurisë së përgjithshme, si dhe rrezikim me mjete të rrezikshme gjatë rrahjes. Po ashtu padi penale është ngritur edhe kundër 58 vjeçarit NR dhe RN 36 vjeçar për armbajtje pa leje, që të tre të hënën janë nxjerrë para gjykatësit hetues, ku është shqiptuar masa e paraburgimit prej 48 orëve. Policia e Tetovës ka vënë në pranga 49 vjeçarin MR nga Tetova të hënën në rrugën e Ilindenit, i cili është kërkuar për vuajtje të dënimit prej 2 vitesh për shkak të veprave të rënda ndaj sigurisë së njerëzve dhe pronës në komunikacion. Pas arrestimit i njëjti është dorëzuar për të vuajtur dënimin në burgun e Tetovës. Policia e Tetovës ka kryer kontroll në shtëpinë dhe hapësirat ndihmëse të 32 vjeçarit LI nga Tetova. Gjatë kontrollit të realizuar me urdhër të gjykatës së Tetovës, me vërtetim janë konfiskuar 2 paketime me pluhur të bardhë, sasi e konsiderueshme materie zbimore, matse elektronike, 60 plumba të kalibrit 7.62, pushkë gjuetie me 13 plumba, 2 jelek antiplumb si dhe një legitimacion zyrtar i policisë. Gjithçka që është gjetur do të analizohet, ndërsa LI është arrestuar dhe mbahet në sektorin për punë të brendshme në Tetov, informoi policia e Tetovës, e cila punon në zbardhjen e rastit.